Bashkia Malish po vijon investimet për garantimin e ujit të pijshëm në zonat rurale. Aktualisht në fshatin Moglic po kryhet rehabilitimi i depos dhe rrjetit të brendshëm të ujësjellësit, një projekt me vlerë 4 milion lek, që pritet u sigurojë banorëve ujë të pijshëm 24 orë në ditë. Kryebashkiaku Gëzim Topçiu tha se sfidë mbetet gjetja e burimeve të reja për të garantuar cilësinë dhe sasinë e nevojshme të ujit për të gjithë. Aktualisht ne si bashki po punojmë me fondet tona në fshatin Moglic, po bëjmë rehabilitimin e komplet të rrjetit të brendshëm të ujësjellësit të këtij fshati me vlerë rreth 4 milion lek. Besojmë që shumë shpejt brenda një muaji ata do të kenë ujë 24 orë pa ndërprerje dhe ujë të pastër siç edhe uji është në këto zona. Në shumicën e fshatrave kemi furnizim normal me ujë, por duke patur parasysh rënien e burimeve në këtë fazë, do të thotë që ende duhet të investojmë shumë në shtëpimpulsesh, në burime të reja, pasi koha edhe ndryshimet klimatike po bëjnë që ne të jemi shumë të përgjegjshëm në lidhje me furnizimin me ujë të banorëve. Në të njëjtën kohë, Shoqëria Rajonale e Ujësjelljes Kanalizimeve Korçë po investon mbi 58 milion lek për ndërtimin e ujësjellësit të ri në fshatin Zvezdë, që do t'u garantojë banorëve furnizim të pandërprer me ujë të pijshëm.